Ja si ta kuptoni që nuk keni pirë ujë mjaftueshëm. Uji është një nga elementet thelbësore për shëndetin e trupit të njeriut, pasi trupi i njeriut mund të funksionojë për javë të tëra pa ushqim, por vetëm disa ditë pa ujë. Megjithatë, ka shumë njerëz që pinë më pak se sasia e rekomanduar gjatë ditës, dhe kur kjo zgjat, atëherë vërtet trupit tuaj mund të shfaqin disa probleme të ndryshme. Gjithashtu ju duhet të rrisni sasinë e ujit në trup. Shikoni 3 prej tyre dhe duhet të konsumoni më shumë ujë. Sytë e tu ndihen të thatë, mungesa e ujit prek sytë të cilat thahen dhe skuqen, pirja e ujit barazon edhe përmirësimin e situatës. Ndjeheni të përgjumur dhe të lodhur. Mungesa e gjumit të hidratuar siç duhet çon mungesë të oksigjenit që shkakton probleme me lodhjen. Keni dhimbje të kyçeve. Kërcit dhe disjet kurrizore përbëhen nga 80% ujë. Mbajtja e trupit të hidratuar siguron që nyjet mund të thithjen edhe një goditje nga lëvizje të papritura si veprim ose si një rënje e vështirë.